Policia e shtetit, pjesë e operacionit policor ndërkombëtar të koduar stream kundër shfrytëzimit seksual të miturve në internet, ka dalë së fundmi me këtë njoftim pas informacioneve të ardhura nga autoritetet policore të Gjermanisë dhe Europol se një shtetas shqiptar ishte implikuar në këtë veprimtari kriminale, u mundsua identifikimi të dyshuarit shtetasit 29 vjeçar banues në Tiranë. Gjithashtu u ekzekutua vendimi i gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për kryerjen e kontrolleve në banesën e 29 vjeçarit ku sekuestruan në funksion të hetimit 3 celular dhe një laptop. Pajisjet e sekuestruara janë dërguar për ekzaminime kompjuterike të mëtejshme. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale në vendin ton, pra bëhet fjalë për pornografi me të mitur. Ne do të flasim tani për procesin e zgjedhjeve të 11 majit me fokus atë se çfarë do të ndodhë për herë të parë votimin e diasporës, përgatitur që 1 milion shqiptar të diasporës, të cilët do të marrin pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Shpërndarja e fletëve të votimit do të jetë kryer deri me datë 17 prill. Ndërkohë, misioni OSBE-u dirit në daljen e tij të parë për këto zgjedhje tha se do të vëzhgojë të gjithë fushatën dhe procesin me fokus kryesor financimin e fushatave dhe partive politike. 245.935 zarfet me fletët e votimit për diasporën do të mbërrinë në Shqipëri javën e ardhshme. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi tha se çdo zgjedhës do ta marrë fletën e votimit personalisht, duke paraqitur një mjet identifikimi. Në rast se nuk e gjen në adresë, kurrieri do të lërë një shënim se kur mund të shkojë votuesi për ta tërhequr. Datës 8, 9 dhe 10 do fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacionit tjetër i cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15, rreth 3-4 ditë dhe diku dhe më shumë ditë zgjedhëse nga jashtë për të vendosur, për të bërë zgjedhjen e tyre pa përplotësuar fletën e votimit. Dhe koha pastaj për të kthyer mbrapsht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri në ora 19:00 të datës 11 maj. Në 110 në Tiranë dhe në Vorë, votimi do të jetë elektronik dhe për këtë do të hapen edhe pika ndërgjegjësimi. Do të vendosim në disa pika të njësisë 10 dhe të Bashkisë Tiranë, ku do të instalojmë këto pajisje me qëllim për t'u kryer mundësi votuesit të këtyre njësive për t'u familiarizuar me procedurat e votimit dhe me përdorimin e këtyre pajisjeve. Procesi zgjedhor u komentua edhe nga misioni i OSBE-u DIR, i cili këtë të mërkur nisi zyrtarisht punën për parlamentarët e 11 majit. Ambasadori Lamberto Zaniere nditi pikat kryesore se ku do të fokusohet puna e vëzhguesve në terren. Metodologjia jonë e vëzhgimit përfshin edhe financimin e fushatës së partive politike. Ne do të analizojmë situatën në terren dhe masat e marra mbi rekomandimet e mëparshme. I pyetur mbi planin e SPAK dhe KQZ për hetimin e krimeve zgjedhore, Zanier zgjodhi të mos komentoj, por tha se çdo gjetje do të bëhet publike përmes raporteve zyrtare. Bashkëpunimi me autoritetet është i rëndësishëm, por gjetjet tona do të ndahen përmes raporteve zyrtare. Ne nuk mund të bëjmë apele apo të dërgojmë gjetjet tona në institucione. Pas dëgjimit plot 125 dëshmitarëve të prokurorisë në gjykatë, avokati ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka folur për procesin 2 vjeçar të gjykimit duke theksuar padrejtësitë e mbajtjes në paraburgim të 4 krerëve të UÇK-s pavarësisht provave teje të dobta me të cilat nuk është arritur të mbështetet akt akuza. Pas dëgjimit të gjithë dëshmitarëve të prokurorisë në gjykatë, plot 125, avokati ish presidentit Hashim Thaçi ka folur për procesin 2 vjeçar të gjykimit, kohë gjatë së cilës prokuroria ka paraqitur provat e saj kundër Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit. Luka Misetic, së pari ka theksuar padrejtësitë e mbajtjes në paraburgim të 4 krerëve të UÇK-s, pavarësisht provave teje të dobta
me të cilat nuk është arritur të mbështetet aktakuza. Our clients have been in detention for an exceptionally long period of time. It's been 4.5 years. Së pari më lejoni të them se klientët tanë janë mbajtur në paraburgim për një kohë jashtëzakonisht të gjatë. 4 vjet e gjysmë në paraburgim, 4 vjet e gjysmë të cilat nuk mund t'i kthejnë kurrë mbrapa. Jam i zgënjur që u deshën më shumë se 2 vjet e gjysmë që çështja e prokurorisë të përfundonte. Besoja se kjo çështje mund të përfundonte shumë më shpejt, por ja ku jemi tani. Gjithsesi, Misetic është optimist për epilogun e gjykimit. Në përgjithësi mendoj se ky rast dhe provat kundër zotit Thaçi kanë qenë shumë të dobta. Nuk mund të flas për provat tani, por mendoj se në fund të gjykimit do të shihni se pretendimet që nisën me raportin e martit nuk kanë thuajse asnjë lidhje me provat e paraqitura kundër zotit Thaçi në këtë gjykim për mbi 2 vjet. Në këtë kuptim jam shumë optimist për rezultatin që del nga ky rast për zotin Thaçi. Mendoj se provat kanë qenë shumë të dobta dhe patjetër se do t'i argumentojmë këto para trupit gjykues në kohën e dur. Por sikur se thash, mendoj se këtyre 4 të akuzuarve u është marrë shumë kohë nga jeta dhe shpresojmë se do të përfundojë sa më parë. Përpara objektit të gjykatës speciale në Hagë, avokati i Thaçit komenton edhe pretendimet për përfshirjen e Thaçit në krime lufte, duke deklaruar se asnjë dëshmitar nuk e akuzon direkt Thaçin për këto akuza. Për mendimin ton, provat kundër zotit Thaçi janë jashtëzakonisht të dobta deri në atë pikë që nganjëherë gjatë procesit e kam pyetur veten. Pse është akuzuar zoti Thaçi? Në seancën e 1 prillit në Hagë u mbyll faza e prezantimit të dëshmitarëve të ftuar nga zyra e prokurorit të specializuar në rastin e gjykimit të ishkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në mungesë të dëshmitarit të fundit të ftuar nga zyra e prokurorit të specializuar, seanca u përfundua më herët se ç'ishte planifikuar, pa u dhënë një datë kur do të vazhdojë gjykimi. Hashim Thaçi dhe ishkrerët e tjerë të UÇK-s janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi ta. Kam tani në një komunikim të drejt për të fokusuar tek kryefjala e zhvillimeve politike në Kosovë, krijimi i qeverisë së re, kolegun Besnik Velia, redaktor në Gazetën Ekspres. Besnik, të përshëndes, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhe në Ballkan Update, është kënaqësi që të kam në këtë komunikim. Faleminderit shumë për ftesën. Besnik, në fakt, kryefjalë e gjithë këtyre zhvillimeve që prej nënt shkurtit, që duket se ka qenë një proces i stërzgjatur, ka qenë formimi i qeverisë së re, deri në një farë pike cilat do të ishin rezultatet përfundimtare, më pas ku do t'i gjënte Kurti numrat, më pas pyetja tjetër që shtroi kur do t'ishte data e seancës parë konstituive të këtij parlamenti, po e gjitha sillet rrotull diskutimeve të participarëve të vendosje se ku do t'i zjas dorën apo ku do t'i gjejnë numrat. Në fakt, ka një përgjigje për këtë në Kosovë? Në fakt, që shprej mbrëmjes së 9 shkurtit kur dhe kanë dalë rezultatet e zgjedhjeve, ka pas në fakt rezultate preliminare, ka pas shumë diskutime edhe për atë se si do të duket qeveria e re edhe për koalicionet potenciale cilat do të mund të lidheshin pas zgjedhjeve. Në fakt, qysh në krye të herës është përmendur nisma socialdemokrate me që ka arritur së bashku me AK-n të Kale Bravën edhe t'i marrë 3 deputet, pra edhe zoti Lima fillimisht ka qenë pari i cili ka hapur derën ashtu për bashkëpunim me zotin Kurti në një kohë kur gjitha partitë tjera opozitare si të kanë pasur ato vjet e tyre të kuqe. Megjithatë, deri tani s'ka pasur ndonjë si them kontakt zyrtar mes të partisë në pushtet, e cila tashmë drejton dhe qeverimet e tyre me partitë opozitare, LDK-n, PTK-n, AP-n dhe Nismën. Partitë opozitare ndërmjet veti pra kanë konfirmuar tashmë që janë duke biseduar nëse do t'ju vije radha për krijimin e një qeverie opozitare. Pra, lëvizja vendosje sipas deklarimeve të partive opozitare ende nuk e ka kontaktuar asnjërin prej partive, pra si një parti që ka dalë e para në zgjedhje dhe që ka obligim të krijojë institucionet të gjejë votat e mjaftueshme për krijimin e qeverisë. Zotri Kurti sot në fakt ka takuar 2 kryetarë partive minoritare, zotrin Nenad Rashiq dhe zonin Emilia Xhepi, të cilët
vetëm se i ka tashmë edhe në pjesë të koalicionit e tij në qeverinë e cila tashmë është në shkruarje. Këta emra nuk ishin surprizë, po ajo se çfarë ngelet për diskutim, po themi Besnik, është kjo alternativë që u hodh për një bashkëpunim me zotin Limaj. Mendoni se zoti Limaj do t'ja jap numrat Kurtit për të krijuar një ide se si do të jetë ky konfigurim i qeverisë së re? Gjithë dilema në fakt. Në fakt, pritet që zoti Kurtit bëj përpjekje të tij maksimale për të krijuar si thënë një qeveri pa pasur nevojë që të futet në pazare me partitë opozitare. Pra Kurti e synon një qeveri që të ketë 61 numra, mbase për ta shtyrë për një vit qeverisin e tij dhe pastaj nëse do të arrihet konsensusi për zgjedhjen e presidentit, pra të shkohet në zgjedhje të reja, pra kjo shihet të jetë edhe synimi i Kurtit, me që edhe në postimet e tij të fundit në Facebook, pra ai ka publikuar edhe hartën e Kosovës si po duket pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, pra ekziston edhe një teori si të them kështu pak a shumë e bazuar se Kurti mbas do të synojë edhe shtytjen e formimit të qeverisë deri në vjesht, pra në një vakum institucional që do të jetë i dëmshëm për Kosovën, pra për të mbajtur zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme bashkë me zgjedhjet lokale, ku Kurti synon që praninë e tij në fushat ta përkthejë edhe në përkraje për kandidatët për kryetar nëpër komuna, me që dihet që në vitin 2021, pra pavarësisht që Kurti kishte marrë 50,01% të votave, pastaj në zgjedhjet lokale që u mbajtën në vjeshtën e 2021, zoti Kurti si të mësoj një disfat të madhe politike edhe mbeti vetëm me 4 komuna në nivel lokal. Kam edhe një pyetje, në fakt po lexoja sot në mediat e Kosovës se kishte një emër që po qarkullonte për sa i përket zgjedhjes kryetarit të ri të kuvendit, në këtë rast kryetares. Unë lexova në fakt emrin e ministrës në detyrë të drejtësisë Albulena Haxhiu. Ka gjasa që Albulena Haxhiu në seancën e 15 prillit të zgjidhet kryetare e kuvendit, të janë pak në vazhdën e parashikimeve, po për të kuptuar pak edhe se cilat janë sinjalet edhe lëvizjet politike aty, prandaj të pyes në këtë formë. Në fakt nuk është që kam ndonjë informacion sa i përket emrave ose figurave të cilët mund të marrin postë brenda lëvizjesve vendose, megjithatë bazuar në ato që zoni Haxhiu ka bërë për gjatë 4 viteve të fundit, dyshoj që do t'jam sy karrigës kryetares së kuvendit, me që ka disa procese të reformës në drejtësi të cilat i kanë nisur dhe megjithatë s'kanë marrë epilog, po mendoj që nëse ajo do të braktiste Ministrinë e Drejtësisë pa i përfunduar këto procese në mënyrë të suksesshme, do të ishte si të them edhe një pranim i dështimit saj në ato që ka proklamuar lëvizja vendosje për 4 vjet, pra që do të reformojë sistemin e drejtësisë. Me shumë gjatë zotri Konjuca, mbase do të jetë përsëri kryetari i kuvendit, me që është edhe një figurë e cila pak a shumë ka edhe si të them një raport pak më shumë normal me partitë opozitare dhe mund të marrë edhe përkrajën e partive opozitare në momentin që do të votohet. Pra sepse lëvizja vendosje edhe për votimin e kryetarit të kuvendit ka nevojë për votat e partive opozitare. Tashmë kryetari i PDK-s ka thënë që duhet t'ia votojnë pra kryetarin e kuvendit, me që zhbllokohet edhe procesi i fillimit të krijimit të institucioneve, pra me konstituimin e kuvendit. Pastaj do të hapen në rrugë edhe për si të them shfrytëzimin e afateve kohore kushtetuese për krijimin e institucioneve të reja. Pra do të zhbllokohet procesi i themelimit të institucioneve. Besnik, të falenderoj shumë për kohën, kënaqësi si gjithmonë. Të përshëndes. Faleminderit shumë. Do të flasim tani për kryeministrin në detyrë Albin Kurti, i cili ka llogari të hapura me drejtësinë, gjithsesi ka qenë gjykata sot e cila e ka gjobitur atë me 250 euro gjob si hapi i parë. Në të kundër do duhet që kryeministrit Kurti të shkojë në paraburgim 30 ditor, po ndjekim se çfarë ka ndodhur sot. Gjykata themelore në Prishtinë ka gjobitur me 250 euro kryeministrin në detyrë Albin Kurti për mos paraqitjen e tij në prokurorinë speciale për të dëshmuar lidhur me rastin e rezervave shtetërore.
Po bëhen gati 4 muaj që kur Prokuroria Speciale ka urdhëruar kryeministrin në detyrë Albin Kurti që të paraqitet për intervistim si dëshmitar për rastin e rezervave shtetërore. 4 ftesa për 4 muaj, por Kurti ende nuk është paraqitur dhe siç e do ligji, për këto veprime kryeministri Kurti do të duhet të dënohej. Sipas kryeministrit në detyrë, i cili është shprehur i gatshëm të intervistohet vetëm në zyrën e tij, kjo sken do të përdoret nga kundërshtarët e tij politik, ndërsa në rastin e rezervave shtetërore është e përfshirë edhe ministri i tij Rozeta Hajdari. Ky vit nuk ka qenë më i miri për kryeministrin në detyrë Albin Kurti, nisur sigurisht edhe nga rezultati i zgjedhjeve, fakti që ai nuk mund ta formojë i vetëm qeverinë, po në një material që ndjekim vetëm pas pak, shihen edhe gafat që e kanë shoqëruar këtë kryeministër gjatë këtij viti. Përmendim këtu faktin që ai ra në grackën e komedianëve rus, pa kaluar në filtrat dhe kontrollin e kabinetit të tij për të kuptuar dhe verifikuar se kë kishte përballë, po ashtu edhe disa gafa të tjera si në postimet e tij në rrjetet sociale, ashtu edhe në takimet e drejtë për drejta me qytetarët. Në fazën finale. 4 vjet i kaloi në karrigen e kryeministrit. Gjatë kësaj kohe, shefi i qeverisë në detyrë Albin Kurti, përveç tjerash do të mbahet mend edhe për disa huqje të tij, të cilat u mundua t'i arsyetonte. E fundit ishte pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve që u mbajtën më 9 shkurt. Kreu i ekzekutivit publikoi në rrjetin social Facebook hartën e Kosovës me krejt komunat që doli fituese, partia që ai e drejton. Por këto, kryeministri në detyrë harroi ta skuqte një komunë. Nuk vonoi shumë, erdhi edhe kërkimfalja e tij. Harta e postimit të mëhershëm nuk i përfshinte votat e mërgates me kusht dhe të personave me nevoja të veçanta. Kur shtohen ato, del që vetëvendosje edhe në komunën e Klinës është e para, prandaj në hartë tash edhe Klina u bë e kuqe. Ju kërkoj falje për këtë lëshim. Një lëshim edhe më të madh, ai dhe stafi i tij e patën kur tashmë kryeministri në detyrë pati rënë në kurthën e komedianëve rus Vovan dhe Lexos. Albin Kurti pati komunikuar me ta me bindjen se është duke bashkëbiseduar me presidentin e Letonisë, Edgars Rinkevich. Pas këtij skandali, i menjëhershëm ishte edhe arsyetimi. Ngjarja ka ndodhur me 11 shkurt, pak pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, në një periudhë kur kryeministri Kurti po pranonte mesazhe të shumta urimi dhe thirrje për rezultatin e zgjedhjeve. Për shkak të kohës, jo gjithmonë ishte e mundur të kryeshin verifikimet e plota të çdo telefonate. Ndonë se është inxhinier, Kurti pati gabuar edhe në zgjedhjen e një ekuacioni të thjesht matematikor, ku pati shkuar në branch të PD-jeves për të përuruar shkollën Ali Hadri. Po sa hyri në klas, më shumë se fjalimi i drejtorit të shkollës, vëmendjen ja pati tërhequr detyra e pasgjedhur në dërrasën e zezë e nxënësve të klasës së 7. Edhe kur e mori vullnetarisht hapin drejt dërrasës së zezë për ta zgjedhur, rezultatin e kishte gabim. Këtë gabim nuk e vrejti as ministri e arsimit, Arbriana Gavsi, që e shoqëronte. Mirë po më vonë, kur Kurti e kuptoi gabimin, u kërkoi falje filloresteve në rrjetet sociale. Ka qenë presidentja Osmani, e cila ka kërkuar formim sa më të shpejt të institucioneve sipas saj, duke parë edhe zhvillimet gjeopolitike, bota nuk është se do të presë Kosovën. Të gjitha këto deklarate janë dhënë pas takimit me sekretarin britanik David Lammy, i cili ka bërë një vizitë jo vetëm në Kosovë, por në disa vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Lammy ka kërkuar nga Prishtina normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Me shpresën se legjislatura e 9 do të konstituohet më 15 prill, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, theksoi se çështja e koalicioneve është temë e partive politike dhe sa ju qëndron jashtë këtij diskutimi. Mirë, po siç e dini, si presidente s'kam të drejtë vote, dhe pavarësisht se në të kaluarën mund të ketë pasur president që janë përzier në çështje të koalicioneve, unë i konsideroj ato çështje partijake, që sipas kushtetutës nuk janë detyre imja, por jam besim plot që institucionet përkatëse, në këtë rast
deputetët e Kuvendit të Kosovës do të bëjnë çmos që kjo të jetë seancë e suksesshme. Sipas Osmanit, këto veprime duhen kryer shpejt, pasi duke parë zhvillimet gjeopolitike, bota nuk do të pres Kosovën. Është me rëndësi për qytetarët e Kosovës, por ju po i shihni zhvillimet gjeopolitike, nuk është që globi na pret neve. Osmani këtë deklaratë dha pas takimit me sekretarin britanik David Lammy. Ky fundit po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë, në kuadër të një turneu në Ballkanin Perëndimor, që sipas qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar ka për qëllim kyç forcimin e bashkëpunimit në luftimin e migracionit pa rregullt dhe krimit të rënd të organizuar. Sekretari i Shtetit për Punë të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar David Lammy ka kërkuar paqe dhe normalizim të qëndrueshëm të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa presidenti Osmani edhe gjatë këtij takimi bëri thirrje që Serbia t'i vendosë përpara përgjegjësisë autorët e sulmit terrorist në veri në vitin 2023 në Banjsk. Kosova është tronditur nga një tjetër vrasje, është vrarë kësaj radhe një polic i cili sapo kishte lënë, po themi, turnin e tij dhe po kthehej në shtëpi, është qelluar me armëzjarje në hyrjen e banesës dhe policia është ende duke hetuar për shkaqet e këtij krimi. Muhamet Lika, punonjës i policisë së Kosovës nga Kaçaniku, është qelluar me armëzjarje në hyrje të ndërtesës së tij të martën rreth orës 23. Fillimisht, polici Lika është plagosur rënd dhe minjherë është transportuar në qendrën e mjekësisë në Kaçanik, por nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra duke humbur jetën. Sipas familjarëve të tij, ai ka mbaruar shërbimin dhe është kthyer në shtëpi pasi ka konsumuar një kafe pas pune. Për të gjitha veprimet policore është njoftuar prokurori i shtetit. Hetuesit po ashtu kanë dalë në vendin e ngjarjes për të kryer ekzaminimet e nevojshme. Nuk dihen ende shkaqet e kësaj ngjarje. Ditëve të fundit, numri i vrasjeve në Kosovë ka shënuar rritje. Në fund të marsit u regjistruan 4 vrasje. Më 23 mars, një 19 vjeçar u vra në vushtri nga një bashkëmoshatar i tij. Po në vushtri, një ditë më vonë, një burr vrau një grua 42 vjeçare dhe më pas veten. Ndërkaq, mbrëmjen e 25 marsit, një burr u vra në Prishtinë dhe një tjetër mbeti i plagosur, pasi sipas policisë, ata u sulmuan nga 2 persona të maskuar dhe të armatosur. Autoritetet e vendit kanë kërkuar veprimet menjëhershme për adresimin e rasteve të vrasjeve. Për vrasjen e Likës nuk kanë munguar komentet edhe nga politika. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në rrjetin e tij social Facebook shkruan se Lika ishte një atletar i shquar, i cili që i ri ju bashkua radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për çlirimin e vendit dhe më pas në liri i shërbeu me përkushtim Kosovës nën uniformën e policisë, duke kërkuar nga institucionet zbardhjen e menjëhershme të rastit dhe sjelljen e autorëve përpara drejtësisë. Jemi po me informacionin e minutave të fundit për sa i përket vrasjes së policit në Kaçanik. Policia tha se autorët ishin 2 ende të pa identifikuar dhe këta 2 autorë janë ende në arati. Policia ndërkohë është duke i kërkuar dyshohet se kjo vrasje ka qenë e planifikuar pra një vrasje e qëllimshme. Ka pasur një protest sot në Kosovë për shtrenjtimin e energjisë elektrike me 15%, po përplasja mes protestuesve dhe policëve nuk ka qenë normale. Shtrenjtimi i çmimit të energjisë elektrike në Kosovë me 15% ka shkaktuar pakënaqësi tek qytetarët dhe bizneset. Aktivistët e grupit As një cent më shumë kanë bllokuar derën e objektit të zyrës së rregullatorit për energji këtë mesjavë. Ata nuk i lanë punëdorët që të hyjnë brenda në objekt. Menjëherë pas këtij aksioni, 10 aktivistë janë arrestuar nga policia e Kosovës. Shtrenjtimi i energjisë elektrike është kundërshtuar nga presidenca, por deri më tani nga qeveria e Kosovës nuk ka asnjë kundërshtim për këtë rritje çmimi. Për shkak të pakënaqësive, më 5 prill është paralajmëruar edhe një protest në Prishtinë. Shtrenjtimi i energjisë elektrike pritej të hyndë në fuqi më 1 prill, por bordi drejtues i zyrës së rregullatorit për energji ka lajmëruar se është ende në diskutime dhe do të jetë data 11 prill kur do të jepet njoftimi zyrtar. Në rast miratimi, çmimi i rritur i energjisë do të reflektohet në faturat e këtij muaji. Sipas ekspertëve të ekonomisë, një konsumatori mesatar do të shtohet në faturë rreth 20 euro më shumë shpenzime, ndërsa pritet që edhe bizneset rrisin çmimet e shërbimeve apo produkteve të tyre.
Jemi në fund të Balkan Update, ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të njeni me lajmet më të fundit dhe po ashtu të në ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Bashkëndajmë këtu vetëm pas pak vjen kolegu Nertan Prifti me Sport Center.